Lea Ypi, Bernie Sanders, CNN, The Guardian. Nëse dikush të pyet çka kanë të përbashkët këta dy emrat e parë dhe dy mediat e fundit, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Armiqësia politike që e kanë ndaj Donald Trumpit dhe instikti ideologjik i të majtës perëndimore. Protesta në Shqipëni këtu në këtë shesh ka hyrë javën e dytë. Në Tiranë po protestohet për shumë arsye. Ka qytetarë që janë lodhur pi qeverisë, ka njerëz që nuk e dojnë Edi Ramën, ka njerëz që me drejt kërkojnë drejtësi për pronat e tyre. Problem kronik i Shqipënisë që nuk u zgjidh për 35 vjet. Pra, protesta në rrugë është shqiptare dhe është reale. Mirë po ajo që ka po ndodh jashtë Shqipënisë është krejt diçka tjetër. Për mediat anglisht folse, protesta po përkthehet, po redaktohet, po ripaketohet për një publik tjetër. Për amerikanët edhe për evropianët e majt liberal. Për atë pjesë të opinionit publik ndërkombëtar që gjitha konfliktet e botës i sheh veç prej një perspektive. Prej perspektivës Trumpit, perspektivës kapitalizmit grabiçar. Për më tepër, kësaj kauze ju vun shërbim edhe një prokuror shqiptar, në këtë rast Altin Dumani, i cili ka qenë i promovuar vazhdimisht prej diplomatëve amerikanë të administratës kalume. A është rastësi kjo? Ndoshta. Mirë po, për redaksit liberale në Londra, New York, kjo që ka pëndohë në Zvërnec nuk është thjesht lajm. është një farloj letërsie politike. Prandaj vëmendja për Shqipërinë këto kohë po rivalizon edhe vëmendjen për Iranin edhe inteligjencën artificiale. Tirana po duket një farë lloj miniature e Barcelonës të fund viteve 30-ta. Një qytet ku zbarkojnë gjitha frustrimet e grupacionet e të majtës ndërkombëtare. Nuk janë bën shqiptarët papritur dhe papandehur revolucionar, për një kauzë lokale shqiptare i plotson kushtet për një kauzë globale të majtës. Në Tiranë po protestohet për Shqipërinë, në CNN dhe Guardian Shqipnia po përdoret për Amerikën. Këto dy zemrime janë takuar rastësisht në Zvërnec. Në momentin që në historinë e protestave ka humbi emri Trump, shqiptarët e kanë humb pronësinë mbi tregimin e tyre, mbi rrëfimin e tyre. Janë shndruar në proksit një betejë politike amerikane dhe globale kundër Trumpit dhe familjes tij. Janë shndruar në proksit luftës kulturore amerikane. Kjo është arsyeja pse rasti kaq papritur u bë kaq interesant. Si kur investitori në Zvërnec t'i shkon farfondit danez austriak, kjo histori nuk i kish kalu kufit e Vlorës. Kjo histori kish kalu me dy debatet e blendja të syri, pak mjedis, pak korrupsion, pak arrogancë veritare, pak protesta. Mediat amerikane janë taq të rritura për lajm sa çdo ngjarje në botë e shndrojnë municion për luftën e brendshme politike. Republikanët këtë sen e kanë bërë për vite me radhë me Hunter Bidenin dhe Ukrainën. Mediat konservatore e kanë ndjek çdo lidhje, çdo pagesë, çdo kompani gazi, çdo email që ka pas lidhje me Hunter Bidenin. Nuk kishin vetëm interes për Ukrainën, kishin interes për Bidenin. Sot kjo temë ka vdek. Hunter Biden e vazhdon jetën e tij të qetë, pothuajse monotone. Bile aq monotone e ka jetën sa para disa ditëve vendosi Hunter më shkruaj diçka për Shqipërinë dhe zhvillimet këtu. Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme këtu. Që kjo është politika amerikane. Ajo e merr një ngjarje me një cep të botës e kthen në argument moral për armikun e brendshëm. Dallimi është se Trumpi globalisht është simbol më i fuqishëm se sa Bideni. Bideni është kon thjesht president demokrat. Trumpi është figurë polarizuese, civilizuese për kundërshtarët e tij. Për disa kërcënim për demokracinë, për tjerë simbol i rikthimit konservator. Prandaj çdo gjë që lidhet me Trumpin prodhon më shumë klikime, më shumë zemrim, më shumë moralizim dhe më shumë audiencë. Në këtë luftë e majta perëndimore ka më shumë media në kontroll, më shumë mundësi për propagandë se sa që ka pas e djathta. E majta ka më shumë universitete, ka më shumë media kulturore, ka më shumë OJC aktive, më shumë kauza ndërkombëtare edhe më shumë gjumë morale universale. Ambienti, aborti, pabarazia, gratë, pakicat,
drejtat seksuale, antikapitalizmi, antikorrupsioni, drejtësia klimatike. Krejt këto janë kauza që munën me udhëtu prej një shoqënie tjetrën, prej një vendin tjetrin pa pasaport. E djatha është ma shumë territoriale. Flet për kufi, këmbë, vlera tradicionale, sovranitet, tradit. E majta është ma shumë misionare. Flet për botën si një fushë vetme morale. Këtu hyn edhe Lea Ypi, ajo nuk e sheh protestën thjesht si një konflikt për një rezervë. Ajo sheh si një mundësi evropiane për rezistencë kundër kopjes oligarkike. Që ky është leximi intelektual i të majtës evropiane. Këtu hyn edhe Bernie Sanders. Për Bernin, Shqipnia është skena ideale për tezën që ai e mbron tash e disa dekada. Të pasurit morrin gjithçka, të zakonshmit humbin gjithçka. Kushneri është personazh perfekt për universin moral të Sandersit. Populli vogël që del në rrugë dhe xhelia. Nuk ka shumë nevojë për shpjegim. Kjo histori duke që flet vet. Këtu hyn edhe CNN dhe Guardian, nuk po them që ata po shpikin diçka, thjesht po i rendisin faktet pak më ndryshe. Në Shqipni, protagonist është qytetari shqiptar, në raportimin ndërkombëtar protagonist është Donald Trumpi. Një protest mundet me kone drejt edhe prap me u instrumentalizu, një kauz mundet me kone sinqert edhe prap me u përdor. Një qytetar mundet me konë në rrugë për arsyet veta dhe prap pa ditë shndrohet në figurant një drame tjetër. Prandaj protesta për momentin nuk ka kokë, ka trup. Sepse në momentin që i dihet koka, protesta definohet, profilizohet, hollohet. Ajo mundet me qëndru kaq masive veç duke qenë pa definume. I vetmi emruesi përbashkët i kësaj proteste është Edi Rama. Për në momentin që ata i shpalosin prioritetet, kanë me pa që shumë për tyre janë më afër me Ramën sa me njëri tjetrin.